emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndjeqni të nderuar shikues. Edhe 50 kanë mbetur që garuesit mbi 1100, gati 1200 sa janë në lista gjitha partive, që shfrytëzojnë kohën maksimalisht për të bindur votuesit që të marrin pjesë sa më masovikisht në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kjo edhe për të shënuar ndrimin festiv të motëve, ko festash natyrisht, siç është thënë më herët. Kam ftuar sonte njërin prej politikanëve që ishte pjesë e 5 legislaturave dhe po garron edhe në këtë legislaturë me numrin e tij të njohur 109, Bekim Haxhiu, nga Partia Demokratike. Mirëmbrëma, zotë Haxhiu. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Për çka qëndron sot në këtë zgjedhje Bekim Haxhiu? Hy në këtë zgjedhje për të qenë pjesë e ekipit të Bedri Hamzës dhe të Partisë Demokratike në listën zgjedhore, për të dhënë një mundësi qytetarëve dhe për t'i bindur ata për ndryshim, i cili është më së i domosdoshëm pas pothuajse 6 vite të keqçeverisjes Kurti, e cila gjatë këtyre 6 viteve është karakterizuar me polarizim të skajshëm, me pasiguri e kriza të njëpastjeshme, her politike dhe her institucionale, e cila ka përkesuar jetën e qytetarëve. Dhe është më së nevojshme që sot qytetarët të i prezantojmë programin e Partisë Demokratike, i Bedri Hamzës, një program i cili ofron zgjidhje për krizën që ndodhet në vendin, edhe atë ekonomike, edhe atë politike, por edhe një blokad e Kosovës në arenën ndërkombëtare është shkaktuar për shkak të papërgjegjësisë, por edhe për shkak të populizmit të Kurtit, i cili tërë këtë dëm që ka shkaktuar Kosovës gjatë këtyre viteve e ka bërë me qëllim për me mbajtë pushtetin. Më e rëndësishme se pushteti është jeta e qytetarëve dhe mirëqenia e tyre, prandaj me këtë program të ofruar para qytetarëve, ofrojmë zgjidhje për qytetarët tanë, për të përmirësuar jetën e tyre, sepse është më së domosdoshme që të ketë një përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve, që ata qëndrojnë në Kosovë, t'u japim shpresën se në Kosovë edhe mund punohet, edhe mund jetohet, derisa një shpresë e tillë është venitur në 6 vitet e fundit me këtë qeverisje Kurtit, të cilën e ka karakterizuar korrupsioni masiv në shumë sfera, duke filluar nga rezervat shtetërore e deri te energjia elektrike. Edhe në momentet kur ne sonte po diskutojmë, tregtimi i energjisë të saj kaste politike me Vuk Hamoviqen e menuan vazhdon të funksionoj sot. Derisa merret energjia falas nga Shqipëria tregtohet në Serbi, duke shfrytzuar marrëveshjen që e ka Kosova me Shqipërinë të shkëmbimit të energjisë në periudhën veridimen. Tani Kosova merr energjinë falas 350 megawatt në këto momente, sepse edhe këtë mund ta konfirmojnë ata që janë të ekspert fushës nëse hynë me shiqu tregtimin e energjisë në kohë reale, e shohim që energjia po tregtohet, po mirret nga Shqipëria e po i shitet Vuk Hamoviqet në Serbi. Ju keni përfoj në runde zgjedhore. Dhe çfarë veçohen këto zgjedhje për dallim nga zgjedhjet e kaluara, për legislaturat e kaluara? Nga nënshkurti këtej Kosova mbajti disa palë zgjedhjesh. Një për Kuvendin e Kosovës, për legislaturën më të shkurtër në historikun e parlamentarizmit në Kosova, të nënshkurtit që nuk u bën institucionet sipas jush kritikëve tjerë, vetëm për një arsye, pse zoti Kurti nuk mori mbi 50% votave dhe nën këtë projektim po e çon vendin sërish në zgjedhje të tashme me 28 dhjetor, mbajti zgjedhjet lokale të rrethit parë dytë, zgjedhjet e katërta. Është si manifestohet kjo te njerëzit kur kërkoni votën? Është një strategji
organizuar lëvizjes vendosje në krye me shefen apo koordinatorin si e quajnë ata Dejona Mihali, që përmes disa proceseve zgjedhore brenda vitit ta lodhin qytetarën e Kosovës me qëllim që ta nënshtrojnë. Në shumë komuna po mbahen 4 parë zgjedhje brenda vitit, dhe ky është qëllimi i kësaj kaste politike dhe kësaj shefës të lëvizjes vendosjes atë shefës mund të themi edhe të Albinit, sepse ajo mendon që duke imponuar një sistem zgjedhor, proces zgjedhor që ka qenë i njohur në Greqi më herët, ta imponojnë të njëjtin Kosovë me e lodh qytetarën në procesin zgjedhor për me nënshtru. Mirë po ajo nuk e një mentalitetin e qytetarëve të Kosovës, të cilët as nuk lodhen, as nuk nënshtrohen. Nuk kanë nënshtruar Serbisë, LRMO, Dejona Mihalit, e cila sot menaxhon me të gjitha pothuajse me të gjitha resurset qytetare, pa hyrë asnjëherë në proces zgjedhor me pa a ka ndonjë besim qytetar. Unë besoj shumë që qytetarët e Kosovës të lodhur nga krizat, nga gjendja e rënduar ekonomike, nga shtrëngtimi i çmimeve dhe nga alternativat që Partia Demokratike ofron me Bedri Hamzën kryeministër, do t'japin përgjigje me 28 dhjetor. Cila platforma e madhe e premtimit konkret jeni ardhur në situatën për ta falendëruar KD që miraton buxhetin dhe që nuk i lë qytetarët jetojnë ta çelin ditën me ankth se ç'po ndodh në jetën publike politike. Unë besoj shumë që qeveria e ardhshme do të themelohet, do të jetë në janarin e vitit 2026 pas fitores së Partisë Demokratike me 28 dhjetor, dhe lëvizja vendosje do shkojnë në opozit, dhe platforma jonë është konkrete. Bedri Hamza si ekspert i ekonomisë, një për nga ekspertët më të mirë që e ka Kosova, mund të them ndoshta edhe rajoni, ka ofruar një program zhvillimit ekonomik për të mbështetur bizneset, por për të mbështetur edhe sektorin publik, rritjen e pagave 50% për të gjithë sektorin publik, rritjen e pensioneve për të gjitha kategoritë pa përjashtim për 50%, mirë po gjithashtu programi jonë parasheh edhe reformë pensionale, e cila është më se domosdoshme. Sepse ju dini që janë shumë pabarazi sektorin e pensioneve, të cilat kanë qenë evidente në vitet e fundit, dhe këto duhet të eliminohen me reformën pensionale, dhe jemi të bindur që këtë do të arrijmë së bashku me ekipet të ekspertëve të cilët i ka ofruar Bedri Hamza afër vetes. Po flas pak edhe për fushën e shëndetësisë. Aty do të ndalem pas pak nëse më lejon zotja. Sepse është e rëndësishme. Reforma pensionale përmend një temë të cilën e keni adresuar edhe sa ishit deputet. Disa herë radhazi një nevojë e madhe që njerëz t'i arkëtojnë ato para dhe të mund ta paksojnë hendekun nga inflacioni në rritje, nga çmimet e larta të produkteve të bazë të konsumit. Po, iniciativa ime atëherë, e cila ishte me një mbështetje të madhe qytetarëve për të rriqjen e 30% të trustit, ishte nevojë domosdoshme në situatën në cilën po kalon të vendi për shkak krizës ekonomike dhe shtrëngtimit çmimeve, ku njerëzit detyroheshin që të hyjnë në kredi për të siguruar ushqimin dhe për të siguruar gjërat e domosdoshme edhe për me e kalu dimnin. Prandaj ishte një kërkesë dhe iniciativë që buronte nga vetë qytetarët, për fat keq nuk kaloi, mirë po të jemi real gjatë atyre mbledhjes në nënshkrimeve, kishte shumë kërkesa të qytetarëve sa i përket reformës pensionale, e cila është e domosdoshme. Ne i kemi disa kategori të pensioneve, disa skema pensionale të cilat duhet të unifikohen në një, mund të themi, ose kod pensional, ose ligj të ri pensional, të eliminohet kjo babarazia e cila i obligon njerëzit për të qenë përfitues të pensionit kontribut pagues me 15 vite përvojë pune, e shumica nuk kanë arritur me Kjo do të ndodh. Dhe këtë me programin e Besoni që do të ndodh një reformë me tillë pensionale, ai propozimi juaj që nuk kaloi. Prandaj është më së domosdoshme që kjo ndodh, që ky kategorizim mos tjetë me 15 vite, mirë po tjetë një kategorizim i ri me ligj ku eliminohet ky 15 vjeçarshi dhe pastaj edhe me 5 vite kontribut pagues të mund të
përfitosh nga fondi pensional. Edhe këto të kategorizohen gjithashtu, ju e dini që edhe të kategoritë e familjeve të dëshmorëve ka pas diskriminim, një prindër dëshmorit do të zgjat mes pensionit moshës edhe pensionit të fëmijës dëshmor. Me këtë ne do rregullojmë që për aq dëshmor sa ka një familje, aq do të merr edhe pensionin, sepse kontributi tyre ka qenë ashtu siç është çështja e veteranëve të luftës. Gjithashtu tek veteranët për cilët vetë Gjykata Supreme thasë që nuk keni drejt me ligjin çfarë keni bë, e drejta tyre ekziston. Dhe ne tek veteranëve do të rritet pensionet për 50%, por edhe do të kenë drejt të punojnë edhe të argëtojnë mjete edhe për vete, por edhe për buxhetin e shtetit. Gjithashtu mendojmë që me këtë reformë pensionale ta rregullojmë një çështje e cila është diskriminuese për shumë kategori të cilët e kanë pensionin e garantuar nga shteti. Në këtë rast, familjet e dëshmorëve, invalid, veteran, pjesëtar të FSK-s, pjesëtar të trupave mbrojtëse, kategoria e dhunës seksuale gjatë luftës, të dëshdukurve, pra ka e kanë pensionet e garantuara nga shteti dhe është e pakuptueshme që të paguajnë edhe mjetën trust. Një pjesë e madhe të tyre kanë mjetën trust të grumbulluara dhe këto mjetet duhet të ju rimbursohen dhe të shfrytëzojnë këto mjete për nevojat e tyre ose për dërtu një biznes fillestar. Po jeni me permetimin për ta bërë këtë punë? Patjetër, sepse është e domosdoshme. Mos harroni sot vetëm invalidët e luftës kanë drejt të tërheqin trustin pensional, sepse ata kanë të garantuar pensionin deri në fund të jetës. Dhe njëti pension është i garantuar edhe për pjesëtarët e FSK-s, edhe për pjesëtarët e TMK-s. Njëti pension është i garantuar edhe për veteranët. Po i marrim shembull, ose për borsin e familjes dëshmorëve, për borsin e familjes martyrëve. Ai ka pensionin e garantuar deri në fund të moshës, cila është arsyeja që ti ndalen mjetet për trust. Dhe ato mjetet të cilat janë grumbulluar gjatë këtyre viteve nga trusti duhet të rikthehen. E shihni si janë anomali si një gjë tepër të pazakontë çfarë ka ndodhur. Shikoni, kur kjo është e mundshme sot bëhet për invalidët e luftës, cilëve u rimbursohen mjetet, pra e njëjta gjë duhet blej edhe për kategori tjera të cilat e kanë të garantuar pensionin nga shteti deri në fund të jetës. Kur i referohemi invalidëve, Haxhiu, e kem të pashmangshme si më thonë, ta eskivojmë, ta fusim në tapet çështjen e bisedave të i shefës së grupit parlamentar të vetëvendosjes zonjës Lila me kryet terroristin Radojčić. Sot kjo lëvizje ju bën leksione, po them figurativisht, heroike ju që po garroni në këto zgjedhje. Ai është përfaqësia reale e fytyrës vërtet të lëvizjes vendosje, domethënë që në publikën propagandë paraqinë të tjerë, ndërsa në prapaskena komunikojnë e koordinohen me listën serbe, me shefin e grupit parlamentar të listës serbe në atë periudhë kohore dhe me kapën e asaj organizate terroriste dhe me kryekriminalin Radojčić, me cilin koordinohen për çështjet thelbësore të shtetit Kosovës, përfshi edhe ligjin për veteranet, përfshi gjykatën kushtetuese. Në atë kohë ishte kjo iniciativa ime për 30% e trustit dhe për atë kërkonin votë prej listës serbe kundër këtij projekt ligji, duke kërkuar prej tyre, prej Simiqit apo Radojčićit, se a dini ju kush është për shembull Bekim Haxhiu, që ai ka qenë pjesëtar i OÇK, se ju nuk duhet me mbështet një iniciativë të tij. Pra ishte një diskutim para armikut në terma të papranueshëm, jo vetëm për mua, por edhe për Ramush Haradinajn, edhe për pjesëtarë të tjerë të skenës politike në Kosovë, po që ka shpërfaqur fytyrën e vërtetë. Që është? Të shtyrave bashkëpunim edhe koordinimi fshat me listën serbe, i cili ka qenë evident dhe të gjithë kanë pas mundësi me e pa. Nuk mundem me na marrë këta neve leksione për adhe dashuri edhe për patriotizëm, neve që kemi derdhur gjakun gjatë luftës, që e kemi luftuar, kemi largu Serbinë prej këtujt, e në atë periudhë kohore,
këta disa kanë qenë duke bashkëpunuar, duke tregtuar, duke pi kafe me serbët. Disave edhe ju ka prish qefi pse është largu Serbia prej këtujt, po s'kem çka me bo. E kemi shliru Kosovën vitin 1999, shpall pavarësia e Kosovës me 17 shkurt 2008, dhe Kosova ka rrugën e hapun drejt antarësimit në Bashkimin Evropian edhe NATO, po në këto dy mekanizma nuk mund të antarësohesh kur një qeveri ka dyert e mbyllura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam i bindur shumë që me Bedri Hamzën edhe rruga evropiane e Kosovës, edhe antarësimi NATO do të jetë i mundshëm, sepse edhe ju e keni pasur që momentin që është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, brenda javës është prit në shtëpinë e bardhë, e këta që i kanë dyert e mbyllura në shtëpinë e bardhë, këta nuk mundën me bë as hapa përpara për Kosovën. Haxhi, Është edhe për keqardhje në situatën çfarë e kam pru Kosovën, ku interesimi amerikan për Kosovën për shkak të kësaj qeverie ka ra, po bëhen pothuajse një vit që nuk ka as ambasador të emëruar në Kosovë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të kësaj qeverisë prehin amerikanët interesim që të bashkëpunojnë edhe të shërin interes bashkëpunimit me këtë qeveri. E kanë thënë edhe publikisht që na jenë për krajet popullit Kosovës, por nuk pajtohen me qeverinë Kurti, kur e dim na shumë mirë që edhe liria dhe pavarësia jonë kanë ardhur falë mbështetjes së fuqishme të Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe falë partnerëve tanë evropian. nuk jetë tash në politikë, ke eksperiencë Haxhiu. Përvoj në realitetet ndryshme, socio-ekonomike e politike ku ka lëvizur Kosova. Shtëpia e bardhë e shndroi në ligj aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, ku Kosova në këtë ligj mbi 3000 faqesh që është dhe Serbia, gjithë Ballkani shihen me interes jetik për SBA-t që këto vende kanë një rrugë antarësimi në BE dhe në NATO inkurajon të punojnë për të mos e cenuar arkitekturën e investimit gjatë amerikan në gjithë të pjesë, si kundër që paralemruan se Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë detyrimet e Brukselit të 27 shkurtit 2023 e të Ohrit me 18 mars, aneksin e zbatimit në Ohër. Në Kosovë, gjithë këto kohë kem parë situata ndryshme, detyrimet për Kosovën mbesin, së fundi edhe me kërkesën taksative të ligjit për autorizimin e mbrojtjes amerikane. Kosova dhe dialogu Serbi duhet përfundoj me njohje reciproke nga ana Serbisë, ishte një goditje direkte për Serbinë. Në vetëvendosje këto zërat e fundit, me që se jemi në fushat e marrin si përkraje, për qasën që kishte Kurti. Cila është e vërteta sipas jush? Në fakt nuk ishte përkraje për politikën e vendosje, ishte goditje, sepse gjatë periudhës së menaxhimit të dialogut Kosovë-Serbi me facilitimin e Bashkimit Evropian, ne kemi pa një devijim dhe degradim dialogut në çështje të tjera në raport me ato që ishte synim njohja reciproke. Dhe në asnjërin nga këto marrëveshje, qoftë në Bruksel, qoftë aneksi i Ohrit, nuk është askund njohja reciproke si rezultat i negociimit edhe marrëveshjeve të Kurtit, por i kemi disa pika shtesë, detyrime shtesë për Kosovën që Kurti ja jap Kosovës edhe në marrëveshjen e Ohrit, edhe në aneksin e Ohrit. Unë mbrojta Kosovën, vazhdimisht thot Kurti. Si mundesh me mbrojt Kosovën, Kurti fut në marrëveshje që ju jep vetë menaxhem serbëve autonomi që në një farë formë është autonomi për serbët. Kurti edhe Kiçën Ortodokse serbe fut si autoritet brenda kësaj marrëveshje që s'ka qenë asnjëherë pjesë e këtyre diskutimeve dhe në preambull nuk thirrën pavarësi, po thirrën rezolutën 1244, pra bën hapa mbrapa sepse nuk mund kthehesh në marrëveshje me preambulla kur pavarësia është shpallur me 17 shkurt. Nëse merrni pushtetin, si e trajtoni këtë trashëgimi politike të veprimeve të Kurtit në dialog? Unë e shoh të dëmshëm tërë procesin që e ka udhëhequr, derisa ju e dini me çfarë premisash ka ardhur në pushtet, me çfarë premtimesh që kur vjen në qeveri kam janë në gjitha marrëveshjet
me Serbinë që nuk do të hynë në dialog pa kushte, që pa i kthy të gjithë të zhdukurit, pa bërë operacioni i dëmëve të luftës, ju din ato formulat, ato vargjet poetike. Dhe në dialog shkoj. E ruajti Kosovën në 17 shkurtit apo jo? Jo, e dëmtoi Kosovën në 17 shkurtit duke e cënuar edhe integritetin e sovranitetin e saj me akte juridike të miratuara, cilat janë tash detyrime për Kosovën, sepse ndonë se ai thotë që se ka ndërshkruar Vučići, ne që e dim procesin e marrëveshjeve ndërkombëtare, marrëveshjet ndërkombëtare mund të jenë të shkruara, mund të jenë të akorduara, edhe në momentin që Bashkimi Evropian ka futur një klauzulë ato që kjo marrëveshje është detyrim për rrugën evropiane edhe të Kosovës dhe Serbisë, edhe e publikuar në web faqen e Bashkimit Evropian si dokument zyrtar, atëherë mbetet detyrim për Kosovën. Komuniteti ndërkombëtar miqtar kanë një kërkesë, bëni shpejt institucionet, zbarkoni më shpejt dialog, zbatoni sa më shpejt marrëveshjen. Kjo është kërkesa atyre. E qartë, detyrimet që i keni marrë zbatojeni. Në Kosovë ne shohim që po gjymojnë zërat politik me diçka tjetër. Në raport me konsolidimin e shtetit të Kosovës, këto mbesin detyrimet të qarta. Për shkak mos përmbushjes detyrimeve nga dialogu nga ana e Serbisë, ka pas një stagnim të dialogut Kosovë-Serbi prej vitit 2017, i cili është rikthy me qeverisjen në Kurti, edhe atëherë kërkesa e jonë ka qenë që dialogu mund të vazhdoj vetëm me njojën reciproke të Kosovës dhe Serbisë, që tani po i njëjta gjë po vjen edhe si dokument zyrtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është një përparësi për Kosovën dhe për qeverinë e ardhshme të Bedri Hamzës, që të hyjë në dialogun me Serbinë me njojë reciproke, që të hapet rruga evropiane dhe të hapet rruga antarësimit Kosovës NATO. Kosova ka me qenë e sigurt vetëm atëherë kur të jetë anëtare e NATO-s me drejtat plota. U inkurajuan edhe në ligjin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare, u inkurajuan që ata në Ballkanit bën pjesë e NATO-s. Edhe ata janë të vetëdijshëm sepse kanë ekspert fushave të caktuara dhe i dinë rëndësinë për këto edhe për çfarë unë po flas, sepse ne gjatë tyre 6 viteve nuk kemi pas dialog, bisedime për antarësim NATO, për fat keq që kjo çështje ka shku drejt degradimit, për 6 vite s'kemi pas as fjalë, as biseda për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Janë bërë disa veprime populiste, dokument dorëzuar nga qeveria për antarësimin në Bashkimin Evropian, që s'është marrë në konsiderat fare as në temë diskutimi. Pastaj antarësimi i Kosovës në Këshillit të Evropës, e keni pa ju se si ka shku si proces, ku Kurti edhe fal manastirin e Deçanit, cilën e kishte zbatoi një akt gjykim gjykatës. Po edhe fal dhe nuk përfitoi asgjë Kosova nga ajo. Është përkeqardhje. Ju po hyni me synimin për ta qeverisur Kosovën me një trashëgimi politike të zotit Kurtit, si shtat me vendime të dëmshme që e cënojnë Kosovën në 17 shkurtit, por keni një rrugë tash, nëse doni ta zbatoni. Ose nëse doni të mos jeni nën sanksione të amerikane. Gjithë ata që bëjnë obstruksione në proces do të sankcionohen, thuhet në ligjin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare. Kosovën si obstruksioniste është e papranueshme në raport me partnerët. Në raport me partnerët tonë me vendos Kosovën në situatë tillë kur ne kemi rrugtu këtu deri këtu bashkë me këta partnerë. Prandaj Bedri Hamza ka një vizion ndryshe në raport me këto që është qeverisë PD-un e Mihalit që 6 vite. Me modelin Me modelin e bashkimit të gjitha faktorëve edhe të gjithë ekspertëve për me nxjerrë më të mirën për Kosovën. Dhe ka dhe çështje të cilat janë të dakorduara, por që mund të negociohen seriozisht. Dhe partnerët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë interesuar me dëmtu Kosovën. Ata na kanë mbështetur këtu për me ecë përpara, jo për me na kthy mbrapa. Sepse duhet të jesh i vetëdijshëm në atë që këta partner
Ndjellën e frikës për Shebat në mbështetje, Zoti Kurti, kur nuk shkojnë në shtëpinë e bardhë, kur pat polemika me ish presidentin Thaçi, duke thënë se nuk shkojnë takime për të kërcitur një tap të shampanjës në një tures ku vendosën thikat mbi hartën e Kosovës. Te po i njëjti president që ishte në mandatin e parë Zoti Trump. Me këto retorikat e Kurtit dhe fjalët boshe tina pa asnjë impakt të mirë për Kosovën, as për qytetarët e saj kemi pa, me qeverinë Kurti asnjëherë nuk ka qenë më larg Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportet diplomatike dhe marrëdhëniet të partneritetit. Ju shqetëson kjo Haxhiu? Kjo ka qenë shqetësuese dhe vazhdon të jetë shqetësuese dhe duhet të jetë shqetësuese për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës nëse dojnë po është një tillë se si po gjymojnë rrjetet sociale se tani nëse vinë në një situatë ku sërish mund të jetë një qeveri Kurti, atëherë unë seriozisht friksohem për të ardhmen e Kosovës nëse nuk e kem afër partnerët tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Friksoni për të ardhmen. Sigurisht se duhet friksohen gjithë qytetarët për një qeveri e cila e ndërton narrativa anti-amerikane, sepse ata që kanë ndërtu narrativa të tilla anti-amerikane kemi pasur se si kanë përfunduar gjatë viteve të kaluara. Nuk mundet një prej projekteve më të rëndësishme Haxhiu, gasifikimi amerikan. Një marrëveshje, një pikë e formuluar qartësisht në marrëveshjen e Washingtonit e 4 shtatorit 2020. Nuk u zbatua nga ana kësaj qeveri, u zëvendësua me një projekt baterish për energji. Sot situata energjetike druajse është në kolaps. Ndërsa bëhen këto planifikime strategjike për një projekt strategjik amerikan. Për largimin e dominimit të Rusisë në projektin e gazifikimit të Evropës dhe kemi një projekt amerikan i cili e ka këtë strategji që me e pambarsu Evropën nga gazi rus, ti nuk dëshiron me bashkëpunu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si qeveri që këtë projekt me zbatu edhe në Kosovë, edhe tjetë një nyje strategjike në këtë projektin e gazifikimit, dhe shpenzon mjetet për bateri. Cili mesazh i këtij vendimi se nuk e zbatoi një qeveri tjetër që nuk ishte hoti një vimësi, siç është qeveria. Po e shën rezultatin, domthonë për 6 vite prej që ka fituar në zgjedhjet e vitit 2019 Kurti, asnjëherë nuk është prit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra nuk është marrë në konsiderat as seriozisht për shkak të kësaj çështjes të anti-amerikane dhe kushdo që mendon që mund të shtyhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ka gabim sepse po ishin në rrjetet sociale. Po tani ka mjaft të tillë që thonë shikojmë punën tuaja, ne shikojmë punën tona, i kanë thënë edhe zyrtarët. Po i kanë pa thonë edhe Gaddafi do tjerë i kanë thënë kështu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë qenë shtete shumë të mëdha, shumë të fuqishme, se ne po dihet se si kanë përfunduar. Edhe mund të ketë ndonjë fans në rrjetet sociale i cili as nuk e din rëndësinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as partneritetin me to. Kur ne në kohë lufte kemi arritur të ndërtojmë këtë partneritet nga vijat e frontit për me arrit lirin, për me arrit pavarësinë, askush sot nuk guzon me cënu një partneritet tillë. Ju e trajtuar se është i cënuar. Si cilësoni këtë cënim? Ata që e bën këtë cënim? Kemi qenë i ashpër dhe kritik i zëshëm ndaj Zotit Kurti, edhe kur ishit në kuvend. Dikush duhet ta... Në kujtohet kur po i bënit pyetje Zotit Kurti mbi lëvizjet e para ti në shoqërinë civile, në organizatën kanë, e kështu me radhë. Pyetje që po rikthehen ende po e mbajnë, s'po them peng shoqërinë për temat e historisë, por gjuma urrejtës po gjumon mbi motive heroike e jo heroike. Tani kur ti je në politikë dhe kesh një lëvizje në për shoqëri civile me eksponent caktum çfarë kanë qenë vëllezërit Dončić në Kilin, takon të japsh një sqarim se ke qenë takim me ta. Do duhet Kurti të japte një sqarim për atë periudhë kohore. Nuk është përgjigjur asnjëherë. Asnjëherë nuk është përgjigjur. Në një emision në atë periudhë kohore kur i kam ngritur këto pyetje për të, ai e ka mohu,
por pastaj kanë dalë dokumentet zyrtare të policisë Kosovës, po janë edhe dokumentet e këforit që e konfirmojnë prezencën e Kurtit në takimin e Binqës me 17 janar 2004 me vëllezërit Donqić, Boban dhe Golub Bonqić, njeri ka qenë në fakt ka qenë shef i BIA-s, i shërbimit inteligencë serb, dhe tjetri kapiteni i ushtrisë Jugosllavisë apo ushtrisë së Serbisë, dhe i ka taku me Kurtit me sqaru se përse ka qenë, a ka qenë për mirën e Kosovës, a ka qenë për bashkëjetesën e serbëve. Pse ja keni bërë këtë pyetje pikërisht? Po do duhet sepse filloi këtë gjuhën e urrëties edhe ty ato kontet e tjera që të vendoste në pikpyetje kapitalin e tyre historik. Jo, kapitalin, po edhe patriotizmin e tyre, edhe plagët e tyre, edhe sakrificën e tyre, e vendosin në pikpyetje, prandaj ishte nevojshme të tregu, anja po na tregon ti kush je, edhe pse ke qenë këto. A është mirë me di qytetar sepse jeni udhëheq, jeni subjekti opozitor që pretendon me marr pushtetin. Zoti Kurti u votua me 14 shkurt 2021 mbi 50%. A e fitoi këtë betejë të heroizmit me ju? A e fitoi këtë betejë të heroizmit me ju politikisht? Jo, nuk është ajo sepse vota mund të rrjedhë për shkak pakënaqësive të tjera ose grumbullimit pakënaqësive, dhe s'ka të bëj me aspektin e patriotizmit, se janë dalë me vendos patriotizmin në votë. Ajo është ndjenjë edhe akt cilin ti e bën për atë dheun, se tash mund është me e qitë edhe në votë këta eksponente e Facebookeve, të rrjeteve sociale, TikTokave të Albinit, ta ju e dini që kur e kanë qitë, kush e ka shpall pavarësinë e Shqipërisë, Ismail Qemali Albin Kurti e kanë kliku ma shumë Albin Kurtin, nuk po flasëm për këtë turm, po flasëm për... Betejë duket që keni humbur. Prandaj, kjo nuk mund të jetë barometër matës, mirë po, edhe kur është votu mas këtij 50% edhe ka marrë qeverinë, unë kam thonë atë fjalimin uroj që ato që i ke premtu kemi realizu, mirë po të mbetesh tash si kryeministër me sqaru Binqën. Nuk e heq dorë asnjëherë nga kjo. Derisa nuk e sqaron ti këtë, unë kam e çujt gjithë bini Binqës. Domthonë seancën kur e ka prezantuar kabinetin e tij, edhe mas që votu kabineti i tij në diskutimin për programin qeverisës. Dhe kam që referencë nuk kanë me të mojt me qeverisjet e kaluara, me referencë kanë me të mojt me premtimet tua, sa kemi realizu, e jena dëshmitar krejt, që prej asaj periudhe kohore që po bëhen 6 vite, nuk ka premtim të mbajtur. 17 miliard euro ka menaxhu Albin Kurti për këto 5-6 vite dhe nuk kena një projekt kapital të madh, të filluar e të përfunduar. Asnjë. Ndërsa me shumë pak buxhet, pra kemi filluar autostrada, kemi ndërtu spitale, shkolla, rrugë, infrastrukturë, ujësjellse, kanalizime. Çfarë ka bërë këta? Me këtu ku janë shku këto parë, ku kanë vetë? Ish kryetari i Kuvendit tha kanë me bë tokë të zezë këtë ditë, ndërkohë në një intervistë të para disa ditësh në T7 u paraqit me një gjuhë të butë, gjuhë të maturuar. Sa është problem gjuha urrëties, si e pritoni? Shqeni, kjo ka polarizu shoqërinë tonë, kjo çështje që e ka sjell lëvizja vendosin në skenën politike, polarizimin e shkaqshëm gjuhën urrëties, fyrjen, ofendimet, etiketimet, kush është me Albinin, është radhtar, kush është me lëvizjen vendosje o bash, këto etiketime domthonë kanë bë një ndarje shoqërore edhe një polarizim shkaqshëm. Duke kërcënuar vendin deri te Unë po thomë që kanë me shku deri te një përplasje e niveleve të larta, mirë po mjafton me shkaktu pasiguri të qytetarëve të ndjesi të keqe. Që tani me shku edhe deri në nivelin që mu përdor edhe për shaka në emisione televizive, humoristike, kjo gjuhë e urrëties, me shku me banalizu deri në atë nivel, sepse këta njerëz nuk e dojnë Kosovën, këta e dojnë veç karrigën Kosovë.
duhet veç pushtetit, veç mirat e pushtetit. Ta, e keni po, ta e respektojnë hymnin dhe flamurin e Kosovës veç kur janë pushtet. Sa ka qenë në opozit, asë njerë që ngritë kam për hymnin e Kosovës, asë që kanë respektu simbolit e Kosovës. Ta e dojnë Kosovën veç, mja marrë të mirat e saj. Veç me vjedhë në ta, edhe pas... Me vjedhë, po thuj. Po me vjedhë. Shumë kanë vjedhë. Shumë kanë vjedhë, po thuj se nuk ka sektor në cilën i kanë futur durt e në cilën nuk kanë vjedhë. Prej energjisë e deri te shëndetësia. Edhe deri te librat e fëmijëve. Po të ndodhi një kryeministri tjetër, jo zotit Kurti, para ti, që të mos paraqitej në gjykatë, si do ta shinit atë lloj kryeministri? Si do të ishin goditjet ndaj atij? Ashtu që është edhe këto, që askush nuk ka mbi ligjin, edhe ky duhet ta përçojë këtë mesazh, sepse mos përfillja e institucioneve të drejtësisë nga ana e udhëheqësve të shtetit shkakton pasiguritë të qytetarët. Pse qytetarët do të më paguaj taksa, mi paguaj gjykatësit dhe prokurorët, kur qeveritarët nuk ju përgjigjen. Ligji po vleka veç për mu, por jo edhe për të fortin. Dhe këtu duhet me pas një reagim ma profesional të institucioneve drejtësisë. Nuk ka nevojë ata të merren me politikë, politika merret me punë të veta, mirë po ata duhet të zbatonin urdhrin ashtu siç vlen për çdo qytetar, i cili nuk përgjigjet ftesës së prokurorit e arrestohet, atëherë do duhet që edhe Kurti të arrestojë dhe të sillej me dhun para gjykatës. Dhe nuk është veç Kurti që ka përgjigj, ne kemi edhe ministrat tjerë të kësaj qeverie që nuk janë përgjigj ftesës së gjykatës. Kanë ata akuza me dyshime për korrupsion. Dhe nuk janë përgjigj ftesës së gjykatës, edhe gjykata ka lëshuar. Po të ndodhte kjo ju, si do të reagonte po kjo shoqëri në rrotonat vite më herët kur kjo shoqëri po ashtu kishte ndërtuar një mekanizëm të llogaridhonës ndaj pushtetarëve. Do vendosin na para gjykatës, do vendosin herë në media dhe para shoqërisë bankën e të akuzuarve. Do të kushtoheshit. Po mas pare, ne do të vendosim domthonë mediatikisht bankën e të akuzuarve, pastaj me shku te gjykata. Pra, do ishim duke ditur jashtëzakonisht shumë edhe për mediave dhe për shoqërinë civile, gjë që s'ka ndodhur me Kurtin. Kishte standarde të tjera në qeveritë e tjera. Nuk ka pas asnjë udhëheqës i shtetit i cili s'ka përgjigj. Ne kemi presidentin, 2 kryetarë të kuvendit, një shef grupit parlamentar, edhe shumë bashkëlutar të tjerë që kanë pas pozita kyçe në shtet, që janë përgjigjur gjykatave, janë përgjigjur edhe gjykatave ndërkombëtare, edhe janë vetë dorëzuar para gjykatave. Ndërsa ju e dini që presidenti thoshte nga zyra e presidentit është përgjigj gjykatës. Kush është Albin Kurti që i përgjigjet gjykatave të Kosovës? Nuk shkoj asnjëherë për t'i vizituar atje, meqense përmend këtë. Në një justifikimin se mbase duhet një procedurë dikur gjatë të mbushte letra, procedura administrative e tjera. Ndërkohë zoti Rama ishte atje, ishin edhe shumë miqtë të Kosovës. Ne kemi pas shumë krejt shteteve që kanë vizituar krejt ushtrisë zyrtare të Kosovës në Hagë. Kurti nuk ka qenë, gjithashtu as Vjosa Osmani, krejt të shtetit, sepse këta kanë ndarë skenën politike mas arrestimit të tyre, dhe këta kanë përfituar politikisht prej arrestimit të krejtëve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Dhe këta friksohen që me lirimin e tyre këta do të humbin privilegjet dhe pozitat cilat i kanë. Prandaj nuk kanë shku që të paktën po flasim për trashëgimimin e historisë atje. Mirë, po është po i njëjti i cili nga parlamenti ka ftesë presidentit të shkon në Hagë. Pra është ky kryeministër, sa ishte opozitar, ka ftesë thaqet dhe bashkëlutarët e tij që të shkojnë në Hagë. Tash edhe në aspektin moral është i cënueshëm edhe për të vizituar. Mi po më rënd për këtë proces, nga ana e kësaj qeverie ka qenë dalja e fondeve për mbështetjen e pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës në procesin e Hagës, e cila është garantuar me ligj, dhe këta kanë ndryshuar udhëzimin administrativ për vendosur barriera për të penguar financimin e avokatëve. Është pak e habitshme ajo të nxjerrë një lloj konstatimi që një kryeministër në rastin konkret me kapacitet të kujdestarisë në qeverisë, zoti Kurti, apo më herët në kapacitet të plot, t'i gëzohej një tribunali special. Është pak e habitshme të nxjerrët kjo konkret. Sepse nuk e kanë as ndjesinë as dashurisë, as të humanizmit, as të njerëzisë për me përjetu këtë proces,
se në paktën nëse ka pas përplasje politike me presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli, nuk ka shku me vizitu as Recep Selimin, shefin e grupit parlamentar që ka pas. Kjo të rëgën për qasin e ti, kjo të rëgën mas mirë, sepse sa ti është me mu e unë duhesh të shfryzoj, momentin që nuk më duhesh, unë asë nuk i bi me të vizitu. Kjo është qasje e kurtit, pra, kjo është edhe, si me thënë, shpërfaqja reale karakterit ti, real, në raport me situatën. Me histori me luftën dhe kryengritjen e UÇK-s. Që flet? Që flet se kurti as nuk e ka ndjesi, krejt që ka folë sa herë folë për luftën, në ndonjë event, folë sa për në i vot me po përpjekje me marë, as e ka me ndjesi, as e ka me shpirt, as e ka me zemër, as e ka që i ndin për pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe ju e keni pa që gjatë krejsaj qeverisje ti personat që kanë qenë më të goditur në Kosovë, kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pothuajse të gjithë ata që kanë pas pozita udhëheqëse në qeverisjet e kaluara që kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s, gjithë janë eliminu prej pozitave që kanë pas, janë shkarkuar, tash janë disa kanë rifituar me procese gjyqësore, se ka pas qasje antë. Pse të këtu rretin e njerëzve të UÇK-s? Pse të ka prish për kësaj kaste politike, UÇK-ja ka prish rahatin që kanë pas me Serbinë. Ja dhe dojnë me akë mirë. Ja ka prish rahatin. Ka shlet të vijet të ky konstatim? Gja që po duket, ajo që po shihet edhe që po për 6 vite, si mund është me largu ka puna Fadil Kodrën, si shefi emergjencave të Kosovë, që ka qenë bashkë luftar i Adem Jasharit, profesionist, edhe veç pse u kom pjesëtari UÇK-s, ti e largon, ta kthem pastaj Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, e nxjerr i vendim dytën, e shkarkon prap ti, dhe shkarkon prap, dhe tash në proces gjyqësor, prap ka me ta fitu, edhe domi ka me boj i shtetit, po domi ja ka shkaktu një personaliteti, i cili është figurë historike. E sa keni mi raste të tilla të kësaj qeveri janë të panumërta, për me i tregu çastin çfarë kanë pas. Po tani më të tregoj edhe një çështje tjetër. Shqiptani gjatë këtyre viteve ka mungu mbështetja për invalidet edhe për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Përveç atij eliminimin nga paga minimale, për 4 vjet e gjys nuk ka ndo asnjë cent për protezat e invalidëve të luftës. Edhe invalidëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe invalidëve civil. Shumë kolegë tonë nga fusha e mjekësisë ju kanë rregullu falas protezat e invalidëve sepse qeveria si ka mbështet. Falas? Po, kam plot kolegë të mi që kam punu edhe shrafat edhe protezat, sepse kam pas humanizëm edhe për shkak të atij humanizmi, për me respektu dikon që ka jap gjymtyrët e tij për lirin tonë, ata e kanë punu vetë falas e qeveria s'ka nda buxhet. Pa është ma tërë për shtetin e Kosovës, si me 17 miliardë euro buxhet, mos mi nda 3-4 milion euro për protezat e invalidëve. Po aty ne duhet më mundësu që ku dëshiron ai me rregullu, le shkon dhe le rregullon mënyrën më të mirë që ti përshtatet proteza për jetë përditshme. Se të shihen për shtetin invalidët. Me dalë me shiju ajrin e Kosovës edhe ai për cilën e ka dhënë gjymtyrën e mungesë një proteze ai me nejt mbrana mos me mujt me dal as në borën e shtëpisë tij. Ka ma turp. Kto ka bëu qeveri. Pse të shihen barë për shoqërinë invalidëve të luftës? Se kena qenë ka kjo pyetje. Nuk janë barë, ata Pse të shihen po them si barë? Si është më bëu këtë pyetje kësaj qeverie. Pse ti nuk e ke bëu kur ke pas buxhet? Kanë të pru 860 milion. Një vit, vitin tjetër mbi 600 milion. Kanë të pru mjetën buxhet. Edhe ti s'ke qenë gjendje. Për jetim piklusa për invalid kjo. Po gjendje rënd. Unë në takova një bashkëluftar timen, i cili domon ka tha 2 vite që ma nuk muna me përdor proteza. S'muna me përdor, është dëmtu. Ma ka rregullu Hakia, për mund ndihmu kolegi imi fyzioterapeutë, ma ka rregullu disa vite, mos po rregullohet. S'po rregullohet mo. Tash duhet me ecë me shtaka sepse nuk ka mundësi. Po jo, po erdhët e pushtet.
Patjetër se mbështetja për këtë kategori me Bedramzën kryeministër do të jetë e madhe sipas nevojave që ata i kanë. Po nuk duhet më diskutu çështja e protezave për invalid. Qoftë invalid ushtrisë territoriale të Kosovës, qoftë invalid civil. Nuk duhet më diskutu kjo çështje. Ta njerëz kanë dhënë gjymtyrët. Kanë dhënë gjymtyrët e tyre për lirinë e Kosovës. Dhe shteti ka obligim me javë rregullu edhe me javë lehtësu jetën atyre. Këto zgjedhje po i mbani edhe me premtimin keni qenë kritik ndaj sistemit shëndetësor në mënyrën se si ka lëvizur shërbimi, sidomos për ende nuk është funksional plot sistemi informativ shëndetësor. Digitalizimi i informacionit, i kartelave mjekësore të pacientëve. Si u qeverisë shëndetësia, ne po raportojmë ende Haxhiu që mungojnë bardat esenciale, mungon materiali bazë për hemodializë, jetik për që dikton jetën e personave në nevojë për këtë lloj shërbimi. Ju e dini Me që çfarë premtimi? Nuk po flasim më për me cilin premtim po hyni që Kosova të qeveriset ju nga janari të keni përcjell punën time në kuvend kalunë. Edhe pas që kam qenë shumë kritik ndaj sektorit të shëndetësisë, jo me dëshirën për me bë vetëm kritik, mi po për shkak se gjendja ka qenë e keqe. Edhe kur të është gjendja e keqe, të posh abuzime, nuk mundesh me hesht, por duhesh me tregu realitetin, me bë kritikën, është duke shpresuar që ata që janë qeveri kanë me rregullu ose kanë me reagu. Ka ndodhur kundërta. Na kanë kritiku, këta janë shku duke përkesuar edhe më shumë. Duke vjedhur edhe më shumë. me të dertë kanë fut durr Gjatë këtyre 6 viteve, Po. gjatë këtyre 6 viteve mund themi lirisht po që tenderomania e ka karakterizuar shëndetësinë e Kosovës. Dhe nepotizmi e politizimi i pozitave kyçe profesionale nga ana e kësaj kaste politike që ka menaxhuar me sektorin e shëndetësisë. Deri në atë që thatë ju për hemodializë, për shkak të tenderomanisë është rrezikuar jeta e pacientëve. Është rrezikuar jeta e pacientëve. Pse më jap tenderin këtij ose këtij ose atij ose këtij, pra për grupet të saktuara të interesit brenda Ministrisë së Shëndetësisë janë bërë këto lojra politike. Na kanë pas me këtë qeveri kryetar si gjatë ka lëviz shëndetësia në gjithë këto 5-6 Unë them që gjatë këtyre 6 viteve kemi pas përkesim, e vetmja gjatë që ka ndodhur ka qenë përfitimi i atyre që ka qenë menaxhimi i sektorit shëndetësisë dhe të kompanimeve të caktuara të lidhura me këtë kost. po flet për korrupsion. Për korrupsion po flas. Vetë këta të kanë përfituar, pacientët ju është përkesu shërbimi, mungesa e bordave edhe pse u rrit buxheti ka qenë evidente, nuk është përmirësuar cilësia e furnizimet me borda, vend që prej 32 milionëve kur është rrit buxheti në 60 milion, të eliminoheshin mungesat të furnizimit me borda, ato kanë shku duke u thellu. Veç zi po e shet gjendje këto Nuk pra, nuk po du me fol me terma zë dhe bar, Po, figurativisht po them. Po flas me terma real, po flas me terma real. Shiqoni kur të rritet buxheti, ose dyfishohet buxheti për furnizim me borda, paktën do duhej përmirësoj edhe furnizimi. Shiqoni kjo është raporti zyrtar i SHS-kës. Furnizimi me produkte farmaceutike, pra me borda, është 56%, me material 56% dhe me material shpenzues 55%. Kjo është realiteti, domthon aktual dhe ndërhyrjet urgjente, cilat do t'i bëni po erdhet në pushtet në sektorin e shëndetësisë. Ne për këtë arsye kemi ofruar i program të artuar nga ekspert të fushës së shëndetësisë. Po, Gjithashtu, duke e pasur në ekip edhe profesionist të sistemit të shëndetësor dhe profesionist të IT, sepse tani nuk mundesh me mendu sistemin shëndetësor pa digitalizim në këtë botë moderne. e pa negociueshme në fakt është. Për neve e rëndësishme është funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore. Diçka që i ka munguar Kosovës
Kosova ka pas ligj për sigurimin shëndetësor miratun vitin 2014. Ka sjell pastaj Gati ka kaluar në topitje truri kjo çështja e sigurimit shëndetësor gjithë këto vite. Patjetër, Jo tash vetëm me këtë qeveri, po edhe qeverit para zotit Kurti. Prandaj po flasëm për funksionalizim, jo për premtim, po për funksionalizim të sigurimeve shëndetësore që do ndodh me qeverisjen e Bedri Hamzës. Për digitalizim të sistemit shëndetësor dhe të inkorporuar me inteligjencë artificiale. I ka thënë po? Kjo është e rëndësishme që ta kuptojnë edhe qytetarët që inteligjenca artificiale po i ndihmon mjekët dhe po i mbron pacientët. Derisa kjo qeveri ka paguar 850.000 euro një rezonancë magnetike 1.5 Tesla të modelit vjetër. Sot, që e kam pa, një rezonancë magnetike 280.000 euro, 3 Tesla, të inkorporuar me AI, që raportin e bën detaj AI. Sakt, për 3 minuta e ki raportin për patologjit, cilën mundet mi pas pacienti, jo po mduket, jo po dyshoj, raport të detajuam. Në shumë aparatura mjekësore është inkorporuar inteligjenca artificiale për dhënë rezultate dhe interpretime të sakta. Të detajshme, po. Dhe gjithashtu në sistemin informativ shëndetësor e ndihmon edhe në për llogaritje, duke i futur patologjit. Po ti të me punu me AI, ajo fundodh. Po, duke i futur patologjit, duke regjistruar pacientët, ta bën parashikimin edhe për të ardhmen për fluksin e pacientëve. Si është mundur unë sot shkoj në një shërbim primar ose sekondar shëndetësor, që të vizitohem, qoftë për smundje kronike, virale, për një gripoze tjera, hyj aty, regjistrohem me numër, tjetë njoftimin nga dokumentacioni gjenet civile dhe fare nuk është i evidentuar. Emrem aty. Në 2025, për një shërbim të domosdoshëm, që dihet sa kartela ime historiku jem shëndetësor. Kjo është e rëndësishme sepse digitalizimi edhe portali i pacientit, edhe e-receta të inkorporuara mes vete në këtë sistem, krijon databazën për pacientin, cilën mundet me pa veç mjeku. Sakt. E dyta është historiku smundjeve tua më të hershme. Sakt. Dhe përshkruhet raporti i mjekut për bordat që kemi marrë. Kjo po dihet Haxhiu, po nuk ka ndodhur. Receta, si është mundur po them. Kjo është programi për shëndetësi. Dhe receta elektronike, e-receta, që barnat që ti përshkruan mjeku, ti i kin barnatore. Edhe nëse ti ka shkru një paku antibiotik, nuk mundesh mi marrë 2, pa shkruar edhe herë te mjeku. Sakt, si është rregulluar. Pra, momentin që ti e merr pakun barnatore, atë fshihet për sistemi. S'mund me abuzu me të. Jo s'mundesh me pas abuzime çfarë ndodh me Kur barna. kjo? E eliminon kontrabandën. Me barna. Ofron barna cilësisë lartë. Edhe pastaj na jap edhe një pasqyrë tjetër. Na jap pasqyrën se kush, cili mjek, cili barna pi përshkruan. Pas një viti. Po. Ti mundesh me e pa në sistem që ridi e ka përshkru barnat e vetëm një kompanije. Aty mund nxjerrësh dhëna, dyshime ose jo dyshime. Po tani ki konfirmimin. Po. E ki konfirmimin që është dëshmi nesër edhe për një prokuror i cili mundet me jetu ndërlidhjen e profesionistëve të caktuar. Kur të ndodh kjo, Haxhiu? Shëndetësia është jetike. E para, ligji i ri për sigurimet shëndetësore, sepse këto që kanë pasur funksionalizimi po i thu. Po kur të ndodh kjo funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore nuk mund të ndodh para se me u bë kushtet teknike, pra digitalizimi i sistemit shëndetësor, brenda vitit parë do të ndodh digitalizimi dhe brenda 2 viteve qytetarët do të marrin sigurimet shëndetësore në formën të cilën shkurtazi ua spjegova, ose harua, prezentova, dhe për me prezentu edhe më shumë, po të kishëm kohë me dëshirë, sepse jam shpirtnisht edhe thellësisht
i inkorporu në këtë sistem dhe besoj shumë që me një menaxher të mirë të Ministrisë së Shëndetësisë, sigurimet shëndetësore, qytetarët e Kosovës mund t'i marrin brenda 2 viteve. Po flasim nëse qeveria Hamza do të votohet në fillim të vitit 2026, në vitin 2028, qytetarët e Republikës Kosovës do t'i marrin shërbimet shëndetësore përmes platformës elektronike, përmes digitalizimit, dhe kjo është e rëndësishme me e kuptu çdo qytetar që nuk ka me pas nevojë kur shkon barnatore me e nxjerr kuletën prej xhepit e me zgjedh cilin bari duhet me ble se si ka mjetet për gjitha barnat e përshuma. Kur ata kanë një smundje, edhe ata të cilët janë në gjendje të mirë ekonomike i varfëron. Shëndeti është prioriteti ynë, edhe këto duhet me rregullu që me pas shërbime cilësore shëndetësore. Programi ynë bazohet në 13 shtylla, ku parashihen disa cila në veçanti. Gjithashtu, i kanë kushtuar rëndësi sektorit human, pra resurseve humane, sepse nuk mund të kesh një sistem shëndetësor efikas me shërbime cilësore nëse nuk i ke profesionistët shëndetësor të motivuar për punë. Nëse nuk vazhdojnë të ikin nga Kosova. E para ne, nëse nuk vazhdojnë të migrojnë. E para ne do i rrisëm pagat për gjithë sektorin e shëndetësisë për 50%. Dhe kjo është e rëndësishme që të gjithë do të përfitojnë dhe do të ketë motivim për punë për ta. Përmirësimin e kushteve për ta, gjithashtu ligj për specializimet. Duke adaptuar kurrikulën e specializimeve me zhvillimin e shëndetësisë. Sepse sot nuk mund mësosh vetëm ato anën profesionale, duhet mësosh edhe këto teknike. Ato të lini profesionistët për punuar aty, e jo që të vendosin struktura, menaxher, që më shumë shkaktojnë polarizim e fragmentarizim në cilin institucion. Edhe procesi i regrutimit, pra kur ta kesh digitalizimin, edhe procesi i regrutimit pastaj do të jetë digital, ku ti nuk ki mundësi me ndërhynte. Pra do të ketë vlerësim real dhe është përkeqardhje e rënd. Sot ne kena 560 mjek pa punë. Në këtë kohë ku na kena nevojë për profesionistë shëndetësor, sipas donave të odës mjekëve, aktualisht janë 560 mjek pa punë. Ti duhesh me afro kushte. Po ikin. Pastaj ikaj se të janë pa punë këtu, ai ka kry shkollë për me punu. Jo pat edhe para disa ditë çështjen e specializantëve. Pra shteti duhet me menu kur të përfundon specializimin, me siguru vendin e punës, që e keni ekspertë të ndërtuar. Të jap hapësinë, ta motivosh me pagë. Dhe po jemi në fund aty po. Nëse ky trend me këtë qeveri që vazhdon, i ikës e mjekëve dhe profesionistëve tjerë nga Kosova, prej vitit 2021 edhe deri me sot, nga Kosova kanë ikë mbi 3119 profesionistë shëndetësor, mjek, stomatolog, farmacist, fizioterapeut, infermier, mami, teknik, radiologjist, teknik tjerë mjekësor, laborant, pra... Po me juve, po ardhën pushtet nga 2026? Do të bëjmë përpjekjet maksimale që me ja përmirësu kushtet e punës, me i mbështet në trajnime dhe edukim të vazhdueshëm, me i rregullu specializimet, me le që gjithsecili me e pas mundësinë me e zgjedh specializimin dhe me u inkorporu sistemin shëndetësor, fuqizimin e spitaleve rajonale dhe ndërtimin e spitalit Prishtinës që ku ta luajë rolin e saj terciar në sektorin e shëndetësisë dhe të vazhdohet me fuqizimin e spitaleve rajonale për të kriju kushte për mjek, duke qur edhe ekspert nga që ku janë në spitalet rajonale për të shkëmbyer. Do të mali dur politike larg profesionistëve atë. Po ajo çështja e shëndetit aty s'ka, nuk do duhet me bë politikë. Politika mundet vetëm me caktuar një ministër të shëndetësisë, e çështja e menaxhimit të sektorit shëndetësisë duhet të udhëhiqet nga ekspertët. Nuk mundesh me vendosje. Do duaj, po nuk ka qenë tillë, as të kaluar në Axhiu, as kur ishit jo. Tani po flas për një sistem shëndetësor të digitalizuar, i cili ofron mundësi më të mira,
Po të them një gjë që asnjëherë nuk ka ndodhur që s'ka pas emnime politike. Mi po janë respektu kriteret paktën profesionale, nëse dikush e ka pas një thirrje profesionale ose akademike janë respektu. Tani kena një situatë që gjithë shkollimi i profesionit shëndetësor Mbi tremime me Kosovës është goditje e madhe. Është goditje e madhe për. Nëse ndër vite vazhdon kjo ikje, pra për 2021-2025 i kena 3.000 më shumë profesionistë që kanë ikur nga Kosova, nëse vazhdo ky trend, që çdo 4 vjet neve na ik ka 3.000, na nuk mundem me mbajt një sistemin shëndetësor këtu, s'mundem me mbajt, është problematike. Ju me Bedri Hamze do ta stoponi thatë këtë me premtimin e madh që do të sigurisht dhe do sillem edhe ekspert nga jashtë Kosovë dhe do financojmë. Po i bindur na gjithë se Patjetër sepse është e mundshme. Kena pas edhe të kalumen spitale, qendra të mëdha që na kanë ofruar mundësi trajnimi, i kanë refuzuar. Kena pas raste që kanë ofruar edhe aparatura mjekësore falas, i kanë refuzuar sepse nuk kanë dashur me ndërhyr. Kosto në fund e pagun qytetari. Qytetari po e pagun çdo ditë, sepse asnjëherë ma keq shëndetësia në Kosovë nuk ka qenë se sa që është tani. Derisa edhe tregtohet edhe me pacientat që janë dializë, e rrezikohet jeta atyne që po mos ishte një kompani që ju ka sill donacione, këta pacient do të pësonin keq. Dhe me 28 dhjetor Axhiu mbajnë zgjedhjet, njerëz dalin për të votuar. Po ushtojnë daullët e ju të fesës apo keni dilema se çdo ndodh të diellë? Jam me kuptim e asaj dëshirës që edhe gjatë këtyre ditëve që kanë me të fushatës elektorale me bë përpjekje me prezantu programin e Bedri Hamzës dhe të Partisë Demokratike, që është një program i jashtëzakonshëm. Jam rikthyer nga pasi që në zgjedhjet e fundit për pak vota nuk kam arritur me marr mandatin e deputetit, me jap kontributin tim për fitoren e Partisë Demokratike. Qytetarët tani e njohin angazhimin tim për ta, e kam pa edhe punën time në kuvend, e kam pa edhe mungesën time në kuvend, edhe prandaj duhet edhe mbështetje fuqishme tyre për Partinë Demokratike, por edhe për mua që të jem përfaqësues. Ban numrin e një orë, siç e ke mbajtur në legislaturat e kaluara. Po, në prej kur kam garu për herë të parë, kam garu me numrin 109, sepse vlerësoj qytetarët nëse vlerësojnë punën tonë, ata në një fletë votimi të gjejnë edhe të votojnë, prandaj e votojnë këtë Kosova nuk ka kohë për të humbur këtu. Bindur që do të bëhet qeveria. Këto zgjedhje janë vendimtare. Po do ta bëj Kurti apo jo? Këto zgjedhje janë vendimtare për Kosovën. Është rëndësishme këtu. Këto zgjedhje janë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Për rrugtimin e saj. A ka me ecë Kosova përpara, apo ka me vazhdu me bë hapa prapa dhe stagnim. Partia Demokratike, me kryetarin e saj Bedri Hamza, me kryeministrin Mashëm, ofron stabilitet, zhvillim dhe përgjegjësi për vendin. Prandaj i ftojmë qytetarët që këto zgjedhje të vendosin për veten e tyre, për shtetin e tyre, duke e votuar Partinë Demokratike numrin 130 dhe Bedri Hamzën për kryeministrin numër 1, me të cilën ata i ofrojnë vetes tyre, shtetit tyre, të arme dhe zhvillim. Dhe largojnë Kosovën nga kjo rruga pasigurisë dhe përçarjes. E pastaj u meshin edhe 109 kandidat tjerë, unë prapë jam 109 e kërkoj sigurisht mbështetjen edhe për veten. Të falenderoj për kohën, Axhiu. Faleminderit ju. Tutto. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.